dhe në pas vjoj me rendin e ditës. Zoti Kryetar, faleminderit. Së pari më lejoni që të përshëndes, besoj e keni dëgjuar propozimin e Gjermanisë që sot është bërë publik dhe për mediat për një letër që kancelari Merkel ka nisur gjithë vendeve anëtare për sa i përket propozimit për integrimin gradual. Kancelari Gjerman Merz ka qenë i pari në fakt që ka filluar të elaboroj këto ide dhe unë besoj që janë shumë ndryshe dhe nga idet që qeveria shqiptare lançoi pak kohë më parë për integrimin parcial, të pjesshëm. Shqipëria nuk ka asnjë objeksion, nuk ka asnjë objektiv tjetër përveç se integrimit të plot dhe sot mbështetja e Gjermanisë, konfirmimi i Gjermanisë drejt këtij rrugtimi besoj që e konfirmon edhe një herë këtë për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu që zoti kryetar, unë shpresoj që qeveria shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar, për ta përdorur këtë moment të artë në fakt që ofrohet për të pasur vullnetin politik për të ecur përpara, sepse 5 muajt e fundit të pengesave, të vonesave, të mungesës së vullnetit politik, unë besoj që kanë qenë po të njëjtët arsye që e vonuan për 10 vite, që u shtyn për 5 muaj tjerë, të cilët sot qytetarët shqiptar besoj në fund të ditës e kanë kuptuar se kush ka qenë pengesa. Dhe njëherë bëj thirrje që ky propozim që ka ardhur sot nga Gjermania për vendet e tjera anëtare të shihet si një mundësi e qeverisë shqiptare për të ecur përpara, për të bërë reforma, së pari për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, së dyti për ta bërë këtë proces një prioritet kombëtar për gjithë Shqipërinë e shqiptarët dhe të mos të ndiqet e njëjta rrugë që është ndjekur në 10 vite me radhë e në 5 muajt e fundit, në të cilën ky proces ka mbetur i bllokuar. Faleminderit.